Po për momentin firma më e madhe në Kosovë jemi na. 35.000, 45.000 euro. Për Kurban Bayram. Për Kurban Bayram. Na kemi dukur 1.300 vetëm dele. Plus kingja kanë qenë komplet rreth 1.200 kingja. Llogaritë tash ti i vjen dukur 200 milionë euro pasuni. Në vetëm delat që kanë 200 ton drejtë. Tash bashkë se më ta bëj llogarin bash tash ta mund me një herë, po llogaritë tash 1.000 copa më mirë, 700 litë ton mol. Ka pare, ka këtë mira di ka, po nuk e dojnë. Djem tonë ti kemi dhënë 10 vjet. Edhe plus i kemi edhe gratë. Edhe gratë. Po edhe gratë ndjesh ku dalën me gratë i marrin familjen me vetjet e komplet. A mënon bashkë me Lona herë këtë punë? Kur jo. Kam qenë gërbet unë. Je ku në gërbet? Kam qenë 10 vjet në gërbet. Sa më ula dorën. A pse që ke fillu më mësua? Një 30 minuta me më bosh vjetë. Vallai. Përshëndetje mistemi dhe shikues të shqiptarë që krejnë nga Onar Lindi. Sot janë orë në zhurë, te firma Vllezrit Muja, te një ndër firmat më të mëdha me dele në Kosovë. Se pse o firma më e madhe, pse kanë kaq shumë dele, diku rreth afro 1400 dele. E për më shumë detaje, hajde me neve. Qyshi? Mirë faleminderit. Mirë shumë. Mirë shumë. Faleminderit që na ke prit. Faleminderit ju për juve, për vizitën që na keni bën. Jeni të mirë se ardhën, kur të keni qef, dyert i keni qef. Faleminderit. Unë erdha edhe për shoh që është një ndër firmat më të mëdha në Kosovë. Hala më të madhe s'kum po. Më tregon sa krer dele i ki. Po. Na për momentin kemi diku rreth 1.200 dele. Plus tash e kemi lënë ja 200 femra, domethënë rreth 1.400 krer dele. Domethënë kingja edhe vën për marr, për mbashtimje. Për mbashtim. Po. Domethënë tregom me sa e keni nisë më spori? Po, në luftë na ku kemi shku se gjithë shqiptarët, domethënë i ka marrë komplet lufta. Ku jemi këtu i prej Shqipërisë në luftë, s'kemi gjetë asnjë, diku rreth 35 copa kemi gjetë. Domethënë mas luftës kemi startuar. Domethënë 100, 200, çdo vit kemi ardhur te rrit gradual, po me ders. Tu e rrit gradualisht. Po, tu e rrit. Tregom sa është e vështirë se në sa ora çoheni për medalje dhe Që po neve ky zanat nuk është i vështirë, se jemi mësuar. Po është zanat i rëndë. Po zakonisht në 6 fillojnë punën deri në mbrëmje. Domthonë vetëm me ditë kemi punë, me natë s'kemi punë. Do të thonë veç ditën. Ditën 6 deri në 6 ose në 7 mbrëmje. Varet ç'është është dimjet dita më shkurtër, është vera dita më gjatë. Tha që janë 1.400 copa komplet. Po. Tregom. Kjo është vetëm njëna tuf. Kjo është vetëm njëna tuf. Edhe 3 tuf tjera janë. Sa kjo? Po. Nga dalë çatu janë, çatu dalë. Po. Tregom tha që s'është çash e vështirë. Po tregom sa veta punon në çit firmë. Komplet familja. Sa ndot? Po ne jemi 4 vllazën, plus edhe diku rreth 5 djem tonë ti kemi dhënë 6 dhe më 10 vjet. Edhe plus i kemi edhe gratë. Edhe gratë. Po edhe gratë ndjesh ku dalën me gratë i marrin familjen me vetjet e komplet, si në shpinet. Mbiesh ku me Po me familje dalëm na. S'kemi. Tregom sa është fitim prusë, sa keni mujt me apo hojë, keni mujt të bu pasuni për kësaj pune. Qyre mas luftës ka qenë shumë zanat i rëndë, nuk ka pas shumë. Domthonë jo dini që ka qenë mas luftës, ka qenë shumë problem, ka qenë shitja kingjave ku ne rëndë. Domthonë atash pa momentin i ka i vlera. Gjithçka i ka i vlera. Kingjët i ka i vlera, djallit i ka i vlera, korbanit i ka i vlera, ja vlen më marr me këtë biznes. Domethënë gjithçka vetë ka i vlera. Ja vlen më marr me këtë biznes. Ja vlen, është fitim prus. Është fitim prus. Është shumë fitim prus. Ta që keni me 35 copa. Po. Jo, na para luftës kemi pas ku i kthyn kemi lënë 300 copa. Na i kemi domthonë i 6 i brez, është ka kemi del. Domthonë këtë familja tonë. I 6 domthonë i 6 i brez pa i kur dhën. Po lufta na ka marr. Se në luftë kemi shku për që kemi marr, domthonë kemi pas 300 dele. Po mas luftës mas kemi fillu gradual të vonë, sa dhe kemi numër, domthonë ku jemi. Numër rekord është. Mashallah i kuf. Faleminderit. Tregom a hojnë hiç ushqim. Na ushqim shumë. Sa herë në ditë? 2 herë në ditë. E shini, sot është i 12 maj. Mos po gaboj, Allah ta xhijon. E shini, shini po Allah ta xhi 12 maj. Domthonë me 90 orë fillojmë deri ku dalim biesh 20-25 maj ta on korita. Po xhija vlen se e çesin. Se pi këtyve i marrin parët, këtyve ja çesin. Domthonë kanë edhe për neve dhe për vetë. Tregom a shpenzojnë hiç në ditë? Sa shpenzojnë ushqim në ditë gjatë ditës? Me ta tregu zbesesh. Sa pavarësisht? Domthonë ças sezonës dhime deri në 2000 kg ta xhi drejt. Në ditë. Po, plus son bar, 50 duj deri në 60 duj diçka. Domthonë ditë llogaritë tash vit vetëm delat që kanë 200 ton drejt. Domthonë pak kingjat. Plus kingjat në ai përzim kingjave, do të qesen ka pak koncentrate, ka pak diku rreth 250 ton vetëm drejt. Plus ka 10.000 duj bar.
Ja, gjajnë. Oj, mashallah. Po ai kanë kogja si shumë. A këta janë shumë doja, këta janë shumë. Këta dhe verës mi qita. Edhe verës. Po dhe verës mi qita kanë qef qështu, po këtu i qesim, zakonisht se tash edhe zonë fusha dhe i qesim, se kanë kingja, i pat, jo kingja, mrena, kingja ka mrena, i vynë ka pak, se i duhet për shnet vete. Do të thonë, i mjelni krejt? Tash po momentin 2 tufe kemi, do më që kjo tufa çka pat, janë mjele, në tufe kemi shumë herë, megjithëse gjysën e kingjaj. Do më momentin çka shesim kingja na shtim shtung me mjel dham. Do më milan se tut nëse shtjerrin. Normal na jemi në varrin piktive, se na bëjmë dy kurrë 7.000 kg deri në 8.000 kg djath sharrit. Do më për një sezon 4 muaj deri në 5 muaj. Dhe ja vlen më mjel. Ja vlen. Ja vlen më mjel se kanë tomë. Do thonë edhe i mjelni. Po, do më sezona dimit është me kingja, sezona verës është me djath sharrit. Ai mjelni me maqina me jo, dorë? me dorë. Qene, unë kom punu me gizin gjëmon shumë. Jemi mënu me gjithat mënyrat me, me ata maqina mirë, se po kjo është pak një racega, nuk e drejnë maqina ta. Edhe nuk kanë shumë tomë, me thonë 2 litrë, këta kanë 700-800 gram, do mesatare. Të javu maqina ta, so me dorë e mjelim. Se jemi mësuna me dorë, vla, do kry puna. A ishim shku me mjel, edhe do përvu me mjel, Po, pa tjetër. Po, pa tjetër. Hajde shkojna, bro. Hajde, shkojna. Më thonë, gërzat, na këto jena të pjesa mjelen vend. Po, Tregom, kur filloj mu mjel vend? vend fillojnë zakonisht më mjel në prill, i vze 15 prill e mas. Që te bon kingjat më shqit, edhe fillojnë mjelja. Më thonë, pi 15 prillit tanena fillon mjelja. Deri në shtator. Tregom, so vend në dite i mjelni, paraforsisht. Tash për momentin një 400 milën se alo nuk jënë shqit kingjat krejt, po gjatë sezonës verës, milën 800. 800, gjatë. Edhe 900 mund me ka. 800 dhe 900. Po. Thonë, sa është e vështirë kjo puna e mjeljes me dorë ju me naj maqinu se diçka tjetër. Jo, po ne jemi shumë e lehtë. Se zakonisht tash këtë që ndalë këtu modernet ma shumë maqina për Se kemi provu në ato që shtojmë mësua, na do këtë shumë lehtë. Na kanë afru neve edhe maqina, edhe qytetet e uje. Nuk ja vlenë. Te avun ata, unë i mjeli 3 copë. Dhe me thonë, hala pa javnu mirë. Ja, nuk është. Sa sistemi të na, nuk është sistemi ashtu. Tregom sa litra shumë i qetë një vend, Një dele. një dele. Një dele qetë mas shumë të 700 gram. 700 gram. Po. Tregom pjesënë 900 veç i mjelni. Paraforsisht 900. Po. Sa doli me ana ditës, sa litra? Tash bashkë më ta bëj llogarin, tash ta mon me njerë, po llogaritë tash 1000 copa më mirë, 700 litrë tonë mol. Knena një 500 litrë dalin. 500 litra doli. Po. A e shetni qumshtin e dhënë? Jo, e bëjnë djathë. Djathë e bëni. Këtë djathë. Djathën e shetni? Po. Sa shetni kilogramin e djathit? 10 euro. 10 euro. Po. Por që provu me miel një ha? Poq. A dush me mjeli, jo? Valla e kisha miel një. Kisha provu me miel valla. Tash e vani, nuk mos u mërzit. Shumë vani që valla edhe ne ti mieli. Janë tegra pak ju kanë po, juve tash në Si. Hajde. Ne të mësohen edhe këta. Duhet me ditë që vin kamermana, hoj. vin turistë. Hajde gjëtja pak, miljet e, unë e mba, hajde. Hajde të shohim. Hajde kamera. A ja. Shtype. Se sa kollaj kjo puna jonë. Ju vallaj. Qysh. Çe. A besoj që i boll ke mjel. Po. Sa të mora dorën. A përse që ki fillu më mësua. Një 30 minut me mu bosh vjetë. Vallaj. S'kam shpinë ka tënë, se t'kesha pas shpinë ka tënë, kur që kërënja 50 copa i kisha bua. Ha, A mos ka bezami miel. jo për kullaj është, kullaj një. Ta moj të kush dita. Hajde Po miljen me në... ta më të kush dele, po. Ate me majt vetë, po thu që s'ka shanca. Shtrumë shumë rall. Ma qysht. Ha, mirë është, mirë, bolla ke mjel është. Qysht. Ha, po i nëzit. Po Amo ja, që ati sa shpejt e miel, valla. temperatura trupit e. Temperatura 35. nuk kanë deri në 35 gradë. Tomnin çka del pigjini deles është deri në 35 gradë, 40 gradë. Jo, Shumë të del 40, jo, gabim. 37 i rre normal, temperatura 37 gradë. e trupit është. Tomnin e normal. ka çat temperaturë. Tregom një, a shqetni? Tomër ka. Shamo dyret, a shqetni delet? A shqetni? Për kurbana? Kërbona shisin. Tana. Po ndryshe jo, kështu ti tërku jo vetëm për kërbona. Do më një pasta. E 1 kilogram gjatë sa shqetni? Vetëm. 10 euro. A ja vlen me punu këtë punë? Çfarë do bëjmë ne? Po çka të lësh ja. Puna shumë e mirë, po nuk e doj njerëz, se për do këtë zamet.
Kanë gjetë ma letë tash, se kjo nuk u punë letë. Ja, e letë. Kjo është veç, ketë me dirës është. Edhe i kanë ikë tash shumica ju largu për kësaj punë, profiton i ronë. Nuk duhen, shumica. Po i mirë, po i ronë, i ka ardhë vlera, ka pare, ka këtë mirat i ka, po nuk e doj. Vera qyshi. Mirë, faleminderit. Do të bashkëtu erdhëm te kingjat. Po, të kjo shtalla ku jemi, ishin këta kingjat, këtë janë nga 2 kingja, domon. Do të thonë ka 2 kingja në Po, botë. qëtu janë këtë ka 2 kingja këto të kjo shtalla këto. Tregom so kingja në mbi qito. Qëtu janë dy kuror 350 kingja. Kanë qenë ma shumë, po i kemi shita. Do të thonë 350 kingja. Po, vetëm një shtallë. Kur po ndryshe kemi 3 shtalla këtu. Domon këtu Shumë po janë. më herët. Po. Te shtalla poshtë kanë qenë 400 kingja, po Okej, i kemi shit komplet. komplet. Te një shtallë tash ku shkojmë atje janë kanë qenë 300 kingja, vat janë shit. Tash janë shëre funi janë domon gati u përfundu edhe shitja kingjave. Ja 500 kingja ne kemi shit, po tash kanë kamë janë më 3. Po ndërkohë edhe këta shitën. Dhe këta shitën, vazhdohet inshallah. Po shitën, ka mos janë porositën. Okej. Po jemi të prit edhe pak morrit se janë vegjël. Po më tregon sa herë më në vitit mundet me pjell një dele. Po zakonisht 2 herë pjellën. 2 herë. Vitën e kaluar kanë pjell 2 herë. Do më çka ishin këta kingja këtë janë 2 ose 3 pjellën. Do më nonat e këtyre kanë pjell ngusht. Do më kemi shit kingjat para vitit të ri, tash kanë pjell muin me 15 shkurt do më. Çta kingjat janë lindën me 15 shkurt deri me 15 mars do më. E 2 ose. Do të thonë sa mund të po diçka një muj diferencë. Po një muj gjys deri në 2 muaj kanë. Tregom një kingjë sa shetni? Po varet me killë shesën. Me killa. Po me killë. Tash i ka i blera, shumë i ka i blera. Sa po shkon killa? Po ma merr mana kingji më i vogël në 150 euro në kokë kingji. Kingji, më i vogël. Po, 150 e paketja. Tregom cili është kingji më i shtrejt që i ke shit në herë. Kingji. Kingji më i shtrenjtë kom shit deri në 320 euro. Një kingj. Po një kingji. Sa killa? Ka qenë diku rreth 54 kg, 55 kg. Diç kingj. Edhe mrena 3 muaj ka bën çat kg. Vetëm kingj. Diç kingj. Po, vetëm. Do të thonë ti që ta mi shit, ti koxha po del se pi krizës. Që na zakonisht për këtë kingjave marrin diku mbi 100 euro. 120.000 deri 130.000 euro. Diç pi kingjave. Vetëm për kingjave. Do të thonë ja vlen e punu shumë këtë punë. Po ja vlen shumë. A mënon për shkakun me lona herë këtë punë? Kur jo. Kam qenë gërbet unë. Je kon gërbet. Kam qenë 10 vjet në gërbet. Pse u ktheve? Po pika më dobë dhe një jetë në shgërbeti. Pse? Është stani vështirë ashtu. Larg familjes, larg këtave, s'ki perspektivë, kurse në Kosovë s'ka, ne s'ki perspektivë, ki vlerë. Edhe në pasoninë tonë, në malltonë një. Pasonia jote je. Në Gjermani atje je me rrugë. Kurse këtu ai sheni këtu. Na kemi dikur 1300 vetëm dele. 1300 dele. Plus kingja kanë qenë komplet rreth 1200 kingja. Llogaritë tash ti i vjen dikur rreth gjysmë milion euro pasoni. Vetëm dele kingja. Po plus të shtalla, këta janë me parë kesh. Edhe dikur rreth 1 milion euro pasoni është. Për moment, do të thonë 1 milion euro ka pasuni. Po pasoni është me shtalla me këtë 1 milion euro është. I ka, i bën. Po i bën. Po me sa e poshën e dikon një pjeshtalla më të mëdha në Kosovë? Po për momentin firma më e madhe në Kosovë jemi na. Do të thonë ti për Kurban, Bajram, Kurban Bajram është do më për Kurban Bajram shesim dikur 100-150 vetëm dele. Plus kingjat maj me brinja shkaj se zakonisht kingjat nuk shiten për Kurban se janë të ri. Po kemi na poshtë komunë e kingja, ata shes për Kurban. Ne do më këtë shkojmë me porosia. Trek nuk dalim, këtë vini marrin të shtalla këtu. kallzom, dhe sa ka shku vlera më e madhe që ki shit në herë për Bajram? Ja, të Kurbana nuk shkojmë shtajnë. Na. Jo, Ja sa nuk keni në Kurban? shkojmë. Do më rend 200-220 euro, 250 euro mas shumë ti. Një Kurban. Po nuk shkojmë mas shumë. Të desh zakonisht të desh ka mas shumë 350-400, po nuk shkojmë atë çmimin ekstrem. Se dush më ditë hallat edhe popullit tash. Far kushte ka populli se 400 euro, 500 euro me blin tash. Është kosta më madhe. Tregom, sa keni bu pazar më shumë në herë për Kurban Bajram? Sa keni bu? Po tash 35.000, 40.000 euro Për Kurban Bajram. për Kurban Bajram. Do më thonë këtë punë për vleka me punu. Po, me Kurbana, me kingja e ka përcen 200.000. Nëse ne kish hadosht mi bu, a mi kshep një 50 copa bërgj? 100 copa ti qërë. Bërgj. Qërë në Kosovë ne me veresip ne. Shesim kingja me veresip për shumë për 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, për kemi ata mishtërit e tonë, do më ku kemi bise. Nuk është problem. Jo, halal. Nuk është problem. Allah Problemi i shumë. vogël. Tash për momentin se tash i kemi bon, se do mëna pse jesin 20-30.000 mrena, s'ka gale se e mbulem. A fillimi ka qenë shumë i vështirë. Alen nda ku kemi filluar mas luftës, do mëna ku kemi kthy për shimis kemi pas 7 copa na kemi gjetur. Shumë rreziku kon me ardh deti kjo pikë. Dete ke pika këtë. Shumë u kon vështirë se fukarallok filloi ti 0, tash ne kod vënë këtu. Tash kemi medalë jashtë kemi po këtë malu kon.
kur gjom s'ka pas këtu. Domethënë ti ndërtoj gjatë shtalla këtaj, ti shumoj delet është. Baj kupton. Po na kemi punu shumë. Hallalli Na shumë. kemi punu shumë. Berat valla, unë të përshëndes, falënderoj që e gjetë ku për neve. Truj Zotit dhe Allah shëndet. Faleminderit a juve, që ju si media, si gazetar duhet me dalë më shumë. Kosova ka firma. Ka shumë firma të mira, ka firma me thonë punëtore, duhet me dalë më shumë me vidisu popullin, me bindje edhe Kosovë punohet. Tash rinja e kam mësuar vetëm jashtë s'ka. Po valla, ku jetë shku jashtë? Ai të ditë ku jetë shku ti më trego mua. Ku shkon atje më sen au çka u bën. E ju si gazetar, si media të me dalë më shumë teren. Me vëzhgu, me këshyr, me gjetë ku janë firmat në të ndaja, ku janë punët në të ndaja, me bind popullin gjë e Kosovë punohet. Kosovë punohet. Qërë, lukajte, në si familje jemi dikur 24 besamtar, 4 vllazër mirë në këtë me djenë, do më 1 milionerë pasonia është kjo para është. Këtë me djesë. Tash na kemi me dalë jashtë, me pa, me gjithë se një tufë, e kemi shullë dhe, po i kemi 2 tufë tjera, kemi me pa. Ta unë këtë gjinë, kemi me dalë në teren me pa, ala me vëzhgu ma shumë. Atje ku dalin bjeshë, ka është ala ma mija. A pet komo? Atje, të dini kini me ongën e keni filin ju bëjmë, atje është e ma lezet. Shini ku bënë proponimit djatit, qysh milën në dhend, ku kullotën në dhend, atje është ala ma mirë, të do më programin adel ma mirë. A ju presim, ku dalim, edhe javë dhe dalim bjeshë, ti një të lirë, kur t'kini qef me dalë maltë. Faleminderit shumë juve. Zoti rujt Allah shënetën. Shikues në rrum, ky është e fundi. Kështu që Zoti rujt ja Allah shënetën e